Edi Rama flet për pensionet. Ja, pse nuk do të ketë rritje. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se nuk do të ketë rritje të pensioneve në periudhën e ardhshme për shkak të kufizimeve buxhetore. Sipas tij, aktualisht buxheti i shtetit nuk është i mjaftueshëm për të mbulluar një rritje të përgjithshme të pensioneve për të gjithë shtrecën e moshës së tretë. Ai pranoi se kjo është një kërkesë e drejtë nga ana e pensionistëve, por në këto kushte ekonomike qeveria nuk mund të ndërmarrë një hap të tillë. Rama theksoi se pensionet që paguhen sot janë më të larta që janë dhënë ndonjëherë në historinë e vendit. Sipas tij, këto pagjesa janë të mjaftueshme për të përballuar jetesën dhe për të siguruar një mbështetje të qëndrueshme për të moshuarit. Ai shtoi se qeveria ka ndërmarrë politika sociale të përshtatura me realitetin financiar të vendit dhe se prioritet ka qenë ruajtja e stabilitetit buxhetor. Sipas kryeministrit, një rritje e menjëhershme e pensioneve do të krijonte një ngarkesë të rëndë mbi financat publike dhe do të rrezikonte ekuilibrin ekonomik të vendit. Në vend të kësaj, ai ka theksuar se do të ketë mbështetje të drejtë për ata që ndodhen në kushte më të vështira përmes programeve sociale që synojnë shtresat më në nevojë. Qeveria sipas tij do të vazhdojë të monitorojë situatën dhe të veprojë vetëm kur të krijohen kushtet e duhura. Në përfundim, Edi Rama bëri thirrje për mirëkuptim nga qytetarët dhe pensionistët, duke garantuar se qeveria është e angazhuar në përmirësimin e jetës së përditshme për të gjithë, por pa rrezikuar qëndrueshmërinë ekonomike të vendit. Ai u shpreh i vendosur se pavarësisht sfidave, objektivi i afatgjat do të mbetet zhvillimi i qëndrueshëm dhe mbështetja sociale për ata që kanë më shumë nevojë. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.